Elmina, mirë mbrëma të përshëndes. Mirë mbrëma dhe juve, Alketa. Nëse po më dëgjon, cilat janë trejat e fundit që sjell sa i përket samitit BE Ballkani Perëndimor? Po, atëherë nesër në ora 9 të mëngjesit, pra në Tivat të Malit të Zi, cili kësaj radhe do t'jetë një koqir i samitit BE Ballkani Perëndimor, Kosovën do t'a përfaqësoj ushtruesja e detyrës presidentes Albulena Haxhiu, e cila, si thatë edhe ju, do të riafirmoj edhe njëherë për kushtimin e Kosovës drejt integrimit evropian, si dhe do të kërkoj qasje të barabartë dhe të drejtë ndaj Kosovës për integrim pra në BE. Ky summit do të mbledh të gjithë përfaqësuesit e Bashkimit Evropian, të gjitha shteteve të Bashkimit Evropian, e po ashtu edhe të Ballkanit Perëndimor, ku në fokus të diskutimeve do të jetë pra mbrojtja dhe siguria e vendeve dhe rajonit. Po ashtu do të ketë edhe diskutime lidhur me zgjerimin e BE-s dhe antarësimin e shteteve të Ballkanit Perëndimor pra në BE, pra pas hapjes si dhe në tregun e përbashkët evropian. Ndërkohë, ky summit do të udhëhiqet nga presidenti i Këshillit të Evropës, Antonio Costa, i cili ditë më parë ishte edhe në Prishtinë dhe zhvilloi një turne po ashtu në të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor, ndërkaq të fundit pra vizitoi edhe Serbinë. Ndërkaq në Prishtinë, Karas ka qëndruar gjatë ditës së mërkurë, pra më 3 qershor dje, ku dhe ka takuar lider të institucioneve shtetërore, po ashtu edhe të partive politike. Ai ka deklaruar se Kosova duhet të ecë drejt Bashkimit Evropian dhe integrimit në BE, por që ka kërkuar që Kosova të ketë institucione stabile dhe të qëndrueshme, ndërkaq ka përmendur edhe dialogun me Serbinë si një hap të rëndësishëm për Kosovën drejt Bashkimit Evropian. Këto janë ato në pika të shkurtra se çfarë do të përmbledh ky summit, i cili pritet pra të fillojë nesër në orën 9 dhe të përfundojë në orën 16 të pasdites. Për më të reja, ne do të lidhemi sërish gjatë ditës së nesërme. Kaq sa i përket kësaj paraqitje nga Tivati i Malit të Zi. E qartë, Elmina, të falenderoj shumë për këto informacione.